Javë e re, por me akuzat të ndryshme ndërmjet të LSDM-s opozitare dhe partisë në pushtet VMRO-DPMN. LSDM thekson se përfshirja e pakicave në kushtetut nuk e rrezikon identitetin maqedonas, por sipas tyre e forcon atë dhe hap shtetin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Zëdhënësia Bogdan Kakuzeska akuzoi se VMRO-DPMN dhe kryeministri Kristian Miskovski vazhdojnë si thot të gënjejnë se ndryshimet kushtetuese përfaqësojnë kërcënim për identitetin maqedonas. Na primer nashit e Sograjan i Sërbit. Për shembull, bashkëqytetarët tanë serb, të cilët sipas regjistrimit të fundit janë dukshëm më shumë në Maqedoni sesa bullgarët dhe kroatët, nuk paraqesin asnjë problem për identitetin. Pse VMRO-DPMN nuk friksohet prej tyre, por friksohet nga bullgarët, të cilat sipas regjistrimit janë vetëm 3504. Përgjigjja është e qartë, nuk bëhet fjalë për pakicat, por për bllokimin e qëllimshëm të integrimeve evropiane. Ndërkaq, nga ana tjetër, VMRO-DPMN ka akuzuar LSDM-n dhe liderin e saj Venko Filipçe se po punojnë në interes të shteteve dhe partive të huaja në vend, siç thotë Valentin Manasievski, që të angazhohen për interesat e Maqedonisë. Manasievski tha se LSDM dhe Filipçe, për shkak të rejtingut të ulët dhe mungesës së mbështetjes nga qytetarët, përhapin manipulime dhe dezinformata në opinion. SDS i Filipçe svesno shirat ka. Andaj LSDM dhe Filipçe thonë se ndryshimet kushtetuese janë hapi i fundit drejt BE-s, ndërsa kryeministri i ri bullgar Rumen Radev kategorikisht në çdo paraqitje të tij thotë se pas ndryshimeve kushtetuese Bullgaria do të ketë edhe kërkesa të tjera, se ndryshimet kushtetuese janë pengesa e fundit për Maqedoninë. Besojnë vetëm Venko Filipçe dhe lojalistët e Zoran Zaevit të vendosur personalisht prej tij në strukturat partijake të LSDM-s. VMRO-DPMN vlerëson se politikat e LSDM-s janë antishtetore dhe i bëjnë dëm interesave kombëtare, duke i bërë thirrje opozitës që të mbrojnë identitetin, integritetin dhe dinjitetin maqedonas.